Përshëndetje dashur miq drejtarë televizion, rikthehemi me intervistën e ditës me Muar Malpeçin, kur do të fokusohemi në fakt jo vetëm mbi zhvillimet politike. Në fakt, ditën e sotme Sali Berisha është rikthyer në parlament, vetë kryeministri Edi Rama është larguar drejt Brukselit. Në anën tjetër kemi zhvillimet që lidhen përsëri me SPAK-un. Ditën e dieshme Altin Dumani ka folur nga parlamenti shqiptar, ku ka treguar dhe ka bërë dhe një deklarat mjaft të fortë. Ka thënë që grupet kriminale shqiptare kanë lidhje me politikën, kanë lidhje me gjitha partitë, ka thënë, kanë lidhje me gjitha grupet apo zyrtarët cilët kanë poste të larta, dhe kjo është një deklaratë e cila sa vjen dhe përforcohet nga Altin Dumani dhe është një thirrje e cila ushtron presion apo trysni dhe në klasën politike për të shkëputur lidhjet apo dhe për të bërë të penduar të drejtësisë. Ndërkohë që ne flasim për to zhvillime, ditën e sotme SPAK ka çuar për hetim Aslan Dojgjanin për mos deklarim pasurie të një apartamenti 100 metra katror. Në fakt, për diskutuar jo vetëm për to çështje, por dhe për ngjarjen kriminale, për atentatin e Ndroqit, por gjithashtu dhe cilët do të jenë qytetet e tjera që mund godasi SPAK, dhe flas qytetet të cilat kanë grupe të fuqishme kriminale. Për të folur për të çështje, kam kënaqësinë të kem në studio mikun dhe gazetarin Igli Çelmeta. Igli, kënaqësi. Faleminderit për ftesën normal. Igli, do doja ta nisim me njerë me bombën, do të thoja që plasi Altin Dumani në parlamentin shqiptar, ku tha grupet kriminale janë të lidhura me politikën, kanë lidhje me zyrtar të lartë. Çfarë mesazhi është kjo dhe për shoqërinë shqiptare, por si e pat dhe dije gjithë fjalimin e zotit Dumanit, por edhe thirrjen që ai përforcoi që janë sekuestruar nga krimi 150 milion euro. Dhe kjo flitet për shuma monetare. Ajo që kemi diskutuar më para normal gjithmonë që krimi në vendin tonë është lidhur ngushtë me politikën, është vërtetuar nga hetimet e prokurorisë së posaçme pas zbërthimit të aplikacionit Sky ECC, i cili ka qenë kyç në zbardhjen dhe zbulimin e lidhjeve të zyrtarëve të lartë të politikës me grupet kriminale në vendin tonë, ku politika i përdor grupet kriminale për të blerë vota për fushata zgjedhore, dhe më pas grupet kriminale përdorin zyrtarë të lartë politikanë për të shpëtuar drejtësisë. Për shkak se politika ka kapur si sistemin e drejtësisë më parë edhe policinë e shtetit, ndërsa sot kur kemi një institucion të pavarur, siç është prokuroria e posaçme SPAK-u, këto lidhje po zbulohen dhe pas zbërthimit të aplikacionit Sky ECC, i cili është kyç në zbulimin pra të lidhjeve të zyrtarëve të lartë të politikës me krimin e organizuar, dhe këtë e ka treguar shumë qartë rasti i fundit i arrestimit të ish deputetit të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, Jurgis Çurbjes, i cili ishte i lidhur me bandat kriminale në zonën e Shijakut, ku ish deputeti i Partisë Socialiste përdorte aplikacionin Sky ECC dhe komunikonte me bandat kriminale dhe jepte informacion tyre të fundit që të i fshieshin drejtësisë dhe kontrolleve të policisë së shtetit, lajmëronte pra një person në kërkim, siç ishte Altin Hajri, që t'i shpëtonte kontrolleve nga policia e shtetit. Pra, ky merrte informacionin nga policia e shtetit, si zyrtar i lartë që ishte deputet, dhe ja transmetonte pra një personi të shumë kërkuar nga drejtësia që të mos arrestohej. Më pas, ky ja shpërblente në fushata zgjedhore për të blerë vota dhe për ta vendosur në listë të sigurt në qarkun e Durrësit. Madje ditën e dieshme është paraqitur në SPAK edhe Pangjur Dako, i cili ka dhënë deklaratën e tij, dëshminë e tij, pasi njeh si drejtuesi de facto i qarkut të Durrësit i Partisë Socialiste, edhe pse drejtues politika që Ardian Çela, i cili merret me listën e kandidatëve për deputet, de facto ka qenë pra Pangjur Dako, është pyetur ditën e dieshme nga prokuroria e posaçme, dhe pra këto janë dhe tregojnë lidhjet midis krimit të organizuar, një rast i zbuluar nga SPAK, por dhe një rast i freskët për qytetarët. Për qytetarët edhe rastet të tjera priten të zbulohen nga prokuroria e posaçme. Elementi kyç, pra prova më e rëndësishme që ka SPAK, janë zbërthimi i aplikacionit Sky ECC nga partnerët ndërkombëtar, nga belgët, francezët dhe holandezët, i cilët i kanë dërguar informacionet dhe të gjithë dosjen e nevojshme prokurorisë së posaçme në kuadër të procedimeve dhe hetimeve të nisura nga SPAK, por ka diçka që nuk shkon në rastin e Jurgis Çurbjes. SPAK nuk e ka çuar hetimin deri në fund, mendoj, pasi jo vetëm duhet arrestuar pra deputeti, ish deputeti, i cili u arrestua,
por duhet zbuluar kush janë të zyrtarë të lartë të policisë së shtetit, që i japin informacione pra një deputeti dhe ky më pas ja jep një personi të shumë kërkuar nga drejtësia. Deri më sot nuk kemi emra zyrtarësh të lartë të policisë së shtetit në këtë dosje që kanë dhënë informacione për Jurgis Çyrbjes, që ky i fundit të ndihmonte pra një person të shumë kërkuar. Po fakti që Dumani përforcoi thirrjen 150 milion euro të sekuestruar para kesh të bandave kriminale. Është kjo një alarm? Jo, është në që kur shkrua Spaku. Që kur ka marrë Altin Dumani të paktën flet për mbledhjen e punës vet. Është kjo një alarm edhe për shoqërinë, por edhe për politikën, por gjithashtu edhe për krimin që të ndrihet i friksuar në këto momente? Patjetër, por mendoj që puna e SPAK duhet të jetë më rezultative në sekuestrimin jo vetëm të parave, por edhe të pasurive, të personave, jo vetëm me precedent penal, pra personave të botës së krimit, por edhe të politike zyrtarëve të lartë, të cilët janë arrestuar, të gjithëve duhet i sekuestrohet pasuria, sepse është thjesht e logjikshme, thjesht SPAK duhet hetoj çdo person, çdo zyrtar të lartë, për të cilin ka një procedim penal, duhet hetoj dhe pjesën e hetimit pasuror, duhet bërë dhe hetimi pasuror. Zoti Dumani në daljen e tij televizive deklaroi që SPAK në çdo hetim që bën për ndonjë zyrtar të lartë për vepra të ndryshme penale që mund të kenë kryer, bëhet dhe hetimi pasuror. Por nuk kemi parë që të sekuestrohen pasuritë. Kemi rastin e zotit Meta dhe zonjës Monika Kryemadhi. Meta e arrestuar Kryemadhi me masë detyrim paraqitje, vetëm 2 apartamente janë sekuestruar të mamasë Monika Kryemadhit. Kemi dhe Safet Gjicin në Burg, nuk është sekuestruar pasuria. Personat të tjerë, Arben Ahmeta, vetëm një 2-3 apartamente janë sekuestruar, pasuritë e tyre janë galopante. Vangjush Dago, po e harrim se aq shumë janë bërë sa janë një ekip futbolli ata me rezerva, me risiduar. Të gjithë tyre, puna kryesore që duhet bëjë SPAK, pasi ka bërë hapin e parë duke i çuar pas hekurave, duke i hetuar për vepra penale që kanë kryer, tashmë nuk ka më të paprekshme. Pandëshkueshmëria tashmë nuk është më diçka që duket normale. Pra, tashmë dëshkohet kushdo qoftë, një ish president, një ish kryeminist, të gjithë do të shkojnë në sfera më të larta të politikës, por ajo që është shumë e rëndësishme mendoj unë dhe që kërkojnë gjithë shqiptarët, qytetarët, ne si gazetarët, gjithashtu këtyre të sekuestrohet pasuria. Sekuestrimi pasurisë. Sekuestrohet pasuria, kjo është puna kryesore e prokurorisë së posaçme pas hetimeve dhe pas hekurave të këtyre zyrtarëve të lartë, duhet të sekuestrohet patjetër pasuria sepse e kanë ngritur pasurinë e tyre duke vjedhur djersën e popullit shqiptar. Nëse qëndrojmë në këto zhvillime, Igli, kemi që SPAK ka ndërhyrë në Shkodër, ka ndërhyrë në Elbasan, keni informacione në ndonjë qytet tjetër për lidhjet me krimin që mund godas SPAK-u, ose grupe të cilët mundet, grupet kriminale të cilët janë hetim nga SPAK-u? Po thuaj se SPAK ka goditur grupet kryesore, më gacmohet pak dhe me Durrësin në fakt që përmendët. Po, të organizatave kriminale në vendin tonë, në Shkodër, me operacionin Metamorfoza, po ashtu i fundit në Elbasan, në Durrës, ku e sekuestruan 3 milion euro brenda një fuqie, nëse e kujtojmë, me 50 orë dhe arreste, dhe operacionet të tjera, por ka qytete të cilët krimi organizuar vazhdon ende të jetë i fuqishëm, siç është Vlora. Në Vlorë ende nuk kemi parë një goditje të prokurorisë së posaçme, por e thash është puna e partnerëve ndërkombëtar, belg, holandez dhe gjerman, francez që kanë sjell zbërthimin e aplikacionit Sky ECC. Të gjithë këto operacione janë bërë në kuadër të zbërthimit të aplikacionit Sky ECC. Pra nuk janë hetime të nisura vetë nga prokuroria e posaçme për të goditur të banda kriminale, për shembull në Durrës, në Elbasan dhe në Shkodër, ku janë goditur në bazë të hetimeve nga prokuroria e posaçme, por janë hetime nga informacionet të ardhura nga zbërthimi i aplikacionit Sky ECC. Nuk është se SPAK ka marrë iniciativën vetë të hetojë dhe të godasë të banda kriminale. Të duhet ta themi, kjo është e vërteta. Po, dhe edhe thirrja që ka bërë Dumani në disa raste që s'kemi bashkëpunim shumë të mirë me policinë, ka thënë. S'është faji policisë. Policia e dim si është, jam ndër gazetarë që kritikojnë më shumë policinë, por nuk i nis policia hetimet. Hetimet i nis prokuroria.
Prokuroria nis hetimin, pastaj policia bën arrestimet. Patjetër që policia do të jenë në terren, do të bëjë detyrën të jap informacione SPAK-ut lidhur me personat, indicie e tjerë, por dhe prokuroria e posaçme duhet nisë dhe ajo hetime, sepse hetimet i bën SPAK-u, përgjimet i bën SPAK-u, etj. Dhe po e them dhe duket qartë se nuk kemi pse të gënjejmë. Të gjithë këto goditje të bandave kriminale janë bërë nga zbërthimi i plakacionit Sky, se nuk është se SPAK-u ka nisur vetë pa dashur të heqim meritën e punës së SPAK-u. SPAK-u punon shumë mirë, e vlerësoj, por thash duhet patjetër të sekuestrohen pasuritë, jo vetëm zyrtarëve të lartë të politikës, por edhe të grupeve kriminale. Kanë sekuestruar, por jo aq sa duhet. Dhe po e tregoj edhe me shembuj. Prandaj kur shqiptarët shohin që gjithë këto zyrtarë të lartë të politikës shqiptare të vendosur pas hekurave do i merret pasuria, atëherë do të ndjenë dhe do të thonë që tashmë është bërë drejtësi në vendin tonë, një drejtësi e cila është pritur 34 vite nga qytetarët, nga shqiptarët dhe ende nuk është vënë. Dhe të mos jenë thjesht fasada, statistika në letër që të lexohen nga drejtues e prokurorisë së posaçme apo të tjerë që 150 milionë euro të sekuestruar, ka shqiptarët do të shohin me provat e faktit. Jo thjesht fjalë të shkruara në letër. Dhe kemi bërë kaq hetime, duhen të jenë me vepra, me fakte, që të shohin rezultatet, t'i prekin vetë. Dhe prandaj mendoj që detyra e SPAK është ende shumë e rëndësishme dhe do të vijojë akoma dhe më shumë. Nëse qëndrojmë në këto zhvillime, Igli, ditën e sotme një deputet tjetër ka rënë në hetimet e SPAK, Aslan Dojgjani, për fshehje të pasurisë. Çfarë mund të thuash pak më shumë mbi këtë çështje? Nuk ka deklaruar një apartament 100 metra katror në vitin 2006. Në vitin 2006 nuk ka deklaruar një apartament. Po, 100 metra katror që ka bler pra një shtëpi. Sipas Dojgjanit, kallëzimi u bë nga ndërtuesi Ilirian Çelaj, të cilin e quajnë zaptues, pasi më parë e ka paditur për grabitjen e hapësirës publike para pallatit ku banon duke kthyer në parkim me pagesë. Pra është një konflikt dy personave, nuk kemi të bëjmë ndonjë. SPAK tashmë ka çuar në hetim. Në hetim e ka çuar. Kemi edhe deputetin Demokrat Luan Baçi në hetim pasuror. Luan Baçi nga Shortaku se pastroi 1.5 milion euro. Luan Baçi është në hetim pasuror nga SPAK se ka pastruar 1.5 milion euro. Po. Është në hetim pasuror, pasi akuzohet nga Shortaku se pastroi dhe fsheu 1.5 milion euro. Edhe Dojgjani për apartamentin. Kjo Dojgjani më duket diçka kot po. Pra sado nëse e ka marrë, e ka bler të apartament të padeklaruar, patjetër që të sekuestrohet, por ka uqër më të mëdhenj në politikën shqiptare që duhen hetuar. Pastaj shkojmë tek Dojgjani. Domethënë është dhe Aslan Dojgjani dhe Luan Baçi, të cilët edhe ndaj Luan Baçit ka një hetim që ka nisur SPAK. Ka hetim pasuror. Hetim pasuror për çfarë më thatë? Fshehje pasurie. Për fshehje pasurie. Pastrim ose fshehje të 1.5 milion euro. 1.5 milion euro. E ka akuzuar Shortaku i këtij të fundit. Shortaku që ka pasur e ka akuzuar. Me sa duket këto hetimet pra duhen nga SPAK-u, të gjithë politikanëve, jo vetëm Luan Baçi dhe Aslan Dojgjani, të gjithë me radhë, si Majta si Djathas. Duket se këta po i nxjerrin syt njëri tjetrit, kanë prishur marrëdhëniet nëpërmjet shoqërisë ose marrëdhëniet biznesit dhe tashmë konfliktet pazaresh. Pazaret, po tashmë po i nxjerrin vetë për inat njëri tjetrit, po nxjerrin që dhe pazaret. Në fakt, Igli, do doja të bëja një pyetje. Ditën e dieshme unë dëgjova dhe pak gazetarin Artan Hoxha tek Ylli Rakipit pa ekspozuar dhe ai dha një deklaratë të fortë ku tha që Ervis Martinaj nuk jeton më. Ke ndonjë informacion për një nga personazhet më të lakuar të botës krimit dhe një nga personazhet? Kush e tha që nuk jeton më? Artan Hoxha. Ditën e dieshme e tha tek Ylli Rakipit pa ekspozuarit. Të paktën sipas informacioneve që ka mu, tha ai, Ervis Martinaj nuk jeton më, tha. Tani, ke një informacion mbi këtë çështje apo mbi këtë personazh, se nuk do hym për të komentuar që çfarë tha Artan Hoxha, por ke informacione vetë çfarë bëhet? Sepse policia vetë mbaj mend atë kohë që policia e shtetit thoshte unë do të japim përgjigje. Vetë në anën tjetër ka dalë ministri i brendshëm ka thënë do të keni një përgjigje. Vajtëm kaq kohë, akoma dhe sot ne nuk dim asnjë përgjigje çfarë bëhet me një nga emrat më të lakuar të botës krimit. Në gusht të vitit 2022, mos gaboj, po 2022 bëhet gati 2 vite, Ervis Martinaj
humbi kontaktet me familjen e tij në rrethana misterioze dhe ishin familjarë që bën denoncim në polici. Që nga ajo kohë deri më sot kanë dalë informacione të shumta në media rreth fatit të Ervis Martinaj, është abuzuar me informacion, kanë thënë të pavërteta, por edhe të vërteta. Sipas mendimit tim, i vetmi institucion përgjegjës që duhet t'i jap të vërtetën rreth fatit të Ervis Martinaj është Policia e Shtetit dhe Prokuria e Korbinit, e cila po heton rastin pra për zhdukjen e Ervis Martinajt për humbjen e kontaktit të tij të fundit me familjarët. Ne si gazetarë normal mund kemi informacione, të gjithë dim dhe kemi informacione që Ervis Martinaj, nga burime policore, Ervis Martinaj nuk jeton më, por Policia e Shtetit duhet flasë me prova. Nëse nuk ka një trup, Policia e Shtetit nuk mund dalë me deklaratë të thotë që Ervis Martinaj tashmë nuk jeton, duhet të vërtetojë me prova dhe fakte, duhet gjejë trupin. Edhe pse ka prova, por jo të plota për të vërtetuar që ky personazh i njohur ndër vite me përplasjet me personazhet e tjerë të botës krimit, pra një personazh i botës krimit në vendin tonë, por edhe i biznesit, i cili ka pasur përplasje të shumta dhe është shumë e vështirë të gjesh pra armiqt e këtij të fundit. Policia duhet dalë dhe të thotë të vërtetë. Mendoj se ka ardhur momenti, por problemi është se policia nuk ka provën kryesore, pra gjetjen e trupit të Ervis Martinaj. Pra do duhet policia të flasë për të ngjarjen. Patjetër, por unë mendoj dhe kam thënë shumë edhe më parë, shteti e di të vërtetën e Ervis Martinaj. Ku e them shteti i përfshit gjithë policinë, politikën dhe gjyqësorin, prokurorin. E din të vërtetën e Ervis Martinaj, por kanë kohë që e din, por nuk duan ta thonë. Pse nuk duan ta thonë, është çështje për këto të fundit. Ne e dim shumë mirë lidhjen që ka pasur Ervis Martinaj me politikën dhe policinë e shtetit, pothuajse gjysmë e policisë së shtetit kontrollohen nga Ervis Martinaj dhe në zhdukjen e këtij të fundit, jo vetëm armiqtë e tij, personazhet të botës së krimit kanë pasur gisht, por ka pasur gisht edhe shteti, edhe policia e shtetit, edhe politika, edhe prokuroria e tjerë, si kanë pasur gisht në fshehjen e të vërtetës, në një hetim jo të duhur për zbarjen e të vërtetës, në përdorimin e shtetit nga Ervis Martinaj para se zhdukej, sepse ato e dinin shumë mirë lëvizjet që bënte Ervis Martinaj, se ky fundit i përdorte, policinë e shtetit e përdorte, e dim shumë mirë. Dhe mendoj që shteti e di shumë mirë të vërtetën e Ervis Martinaj dhe mendoj që do ngel enigmë gjithmonë zyrtarisht me prova, nuk do dalin ndonjëherë të thonë që kemi zbardhur të vërtetën e Ervis Martinaj, pasi nuk kanë prova shkencore dhe biologjike për të vërtetuar që ky person nuk jeton më. Dhe mendoj që abuzimi si nga mediat, si nga portalet, si nga ne gazetarët, me dhënien e informacioneve të shumta rreth fatit të Ervis Martinaj, duhet të ndalojë, pasi kuptohet qartë se që një person i cili për 2 vite nuk ka më kontakte me familjarët e tij, me familjen e tij, dhe familjarët kanë dalë disa ditë pas ngjarjes në komunikime në media ku kanë akuzuar shtetin për zhdukjen e familjarët e tyre, kuptohet qartë se që kemi të bëjmë një ngjarje kriminale. Nëse qëndrojmë, por mendoj që shtetit intereson që kjo ngjarje të mbetet enigmë dhe të mos zbulohet asnjëherë zyrtarisht me prova fati i Ervis Martinajt. Ervis Martinaj e përdori policinë e shtetit për interesat e tij, më pas policia e shtetit për interesat e saj përdori Ervis Martinaj dhe ai ndodhet sot aty ku nuk i di mende fate. Nëse qëndrojmë në këto zhvillime, Igli, do doja të pyesja për një ngjarje e cila ndodhi në Droq, e cila lidhet me aktualitetin, lidhet përsëri me ngjarje të cilat janë tragjike për shoqërinë shqiptare sepse lidhet me humbje jete. Çfarë mund na thuash pak më shumë, Igli, për viktimën Alfred Dedja dhe pse u ekzekutua nga autori? Tashmë autori është dorëzuar. Çfarë mund më thuash pak më shumë pse ndodhi kjo ngjarje kriminale, çfarë fshihet pasaj, çfarë informacionesh keni ju? Ka diçka. Nuk kemi të bëjmë një ngjarje
atentat të mirëfillt kriminal. Është një ngjarje për motive banale. Nuk është atentat i mirëfillt kriminal? Jo, nuk është një atentat i mirë organizuar, siç kemi parë ku më parë grupet kriminale diçnin makinën pas vrasjes, nuk linin gjumë, kemi një ngjarje konflikt banal në mes të ditës, pra një lokal të frekuentuar në zonën e Ndroqit, ku viktima dhe autori njiheshin prej vitesh me njëri tjetrin. Madje viktima e ka arritur autorin. Dhe sipas familjarëve të autorit, ky i fundit kishte shfaqur çrregullime që kur ishte kthyer nga Spanja. Edhe në dëshminë që ka dhënë brëm para hetuesve pasi u dorëzua mbrëm në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, autori ka shfaqur çrregullime të shëndetit mendor, por pritet që prokuroria të kërkojë akt ekspertim mjekoligjor të shëndetit mendor të 27 vjeçarit Julian Gjoshi për të kuptuar nëse ky person vërtet vuan nga çrregullimet të shëndetit mendor apo po e përdor si kamuflim për të shpëtuar përgjegjësisë penale lidhur me vrasjen, pra për të shpëtuar drejtësisë. Por nga mënyra se si është organizuar vrasja, si e ka vrarë 50 vjeçarin Alfred Dedja, kuptohet qartë se kemi të bëjmë një krim për konflikt banal. Pasi shkon në një lokal ku është i të mbushur me klient, ka qenë një tavolinë me rreth 10 persona brenda në lokal që kanë shpëtuar fatmirësisht, pasi mund të kishim edhe të pafajshëm që mund t'i kapnin plumbat, ka qelluar 5 herë, 3 plumba kanë kapur Alfred Dedjen, i cili ka qenë ulur në një tavolinë tjetër, ndërsa autori ka hyrë në lokal është ulur në një tavolinë tjetër. Në momentin që viktima është afruar tek, ka pasur një debat fare të shkurt, shumë shkurt, tek 27 vjeçari, ka qelluar me armë zjarri, pra nuk ka qenë as i maskuar, është filmuar nga kamerat, është vedorzuar, pra kuptohet qartë se që kemi të bëjmë një konflikt banal midis tyre dhe në dëshminë e tij ka deklaruar që sipas informacioneve nga grupi hetimor, ka deklaruar autori i krimit që viktima e ofendonte dhe ky ishte ndjer i indinjuar për shkak se e kishte mbajtur me bukë pasi Alfred Dedja prej vitesh, pothuajse për 15 vitesh, punonte tek kompleksi Golden i Altin Harit, i cili është autori shkunat i Altin Harit. Pra punonte në zezë, jo i regjistruar, edhe se s'pak deklarohet dje që nuk ka në listë pagesë në punonjësit e policisë, punonte në zezë prej shumë vitesh, me loto, me baze sportive, Alfred Dedja. Në vendin tonë nuk është se kishte precedent penal, jashtë territorit shqiptar ka precedent penal, në Itali është arrestuar për trafik droge. Igli, nuk kishte ndonjë konflikt midis Altin Harit dhe Dedjes? Jo, nuk ka pasur konflikt, nuk ka pasur. Ka punuar me këto të fundit te kompleksi i tij edhe me Julian Gjoshi njihej, pra mendoj se kemi të bëjmë një vrasje për motive banale ku autori mund të ketë pasur dhe çrregullime të shëndetit mendor, pra ose ndonjë konflikt banal, nuk kemi të bëjmë as me prishje të pazareve të drogës, është e pavërtet. Ditën që ndodhi ngjarja më ka bërë përshtypje, isha në vend ngjarje, isha i vetëm. Akoma nuk ishin ardhur të gjithë mediat dhe po lexoja nëpër portale, akoma nuk ishte identifikuar mirë autori i ngjarjes, sepse ishte në vend ngjarje, kam shkruar njëkohësisht me policinë. Dhe dilte informacione në media për motivet e ngjarjes dyshohet për prishje pazareve të drogës. E kuptot çfarë ndodh, çfarë informacione japin, akoma pa u marrë vesh mirë ngjarja, se kush është viktima dhe autori, në media del motivi dhe shkaku i ngjarjes. Dhe kjo e dëmton jo vetëm gazetaриnë dhe dhënien e informacionit, por edhe hetimin, edhe konfliktet që mund të sjellë midis viktimës, familjeve të viktimës dhe të autorëve të ngjarjeve të ndryshme kriminale, prandaj duhet shumë kujdes. Dhe jam treguar kujdesim që në ditën kur ka ndodhur ngjarja për të raportuar me kujdes dhe nga informacionet që kisha, edhe nga dëshmitarë okular, edhe nga njerëz të afërm të viktimës, që kishte pasur një konflikt para disa ditësh, pra ky për motive banale, pse më ke sharp, pse më ka ofenduar, pra tregon që autori mund të ketë pasur edhe probleme të shëndetit mendor, por për hetuesit hetohen të gjitha pistat. Por nga mënyra se si është organizuar atentati, më fal, nuk është atentat, vrasja, nuk kemi të bëjmë një atentat të mirë menduar, të mirë organizuar, me makinë, me xhama, makina ishte vetë autorit, nuk ishte një makinë e vjedhur me targa të huaja, nuk u fshehen, nuk u maskuan, shkojnë lokale, vrau dhe iku. Kjo tregon që s'kemi të bëjmë një atentat të mirë organizuar të bandave kriminale. Në anën tjetër, me këtë ngjarje pati edhe një përplasje Spak Berisha, ku Spaku e përgënjeshtroi 2 herë zotin Berisha. Çfarë ndodhi konkretisht dhe si apo çfarë informacionesh keni ju për këtë çështje? Dhe është mirë që politika të përfshihet në këtë ngjarje sepse krijon edhe një amulli
që ne mos kuptojmë se çfarë roli po bën drejtësia, çfarë roli ka policia dhe çfarë po bën krimi në anën tjetër. Është vërtet, deklaratat e kreut të Partisë Demokratike dhe ish kryeministit Berisha ishin të pavërteta. Qytetari digital vëjon të gaboj, të jap informacione, ose vetë qytetari digital është vetë Berisha, lexon ndonjë emër dhe pa e konfirmu bën postime. Ju thoni që qytetari digital është vetë Berisha? Është vetë Berisha, është qytetari digital, nuk janë njerëz besuar, e kupton, janë militantë, të cilët marrin informacione të pa konfirmuara dhe i dërgojnë zotit Berisha dhe kjo as nuk i konfirmon dhe i publikon direkt në rrjetin e tij social. Por kur bëhet fjalë për ngjarje të rënda, kriminale, ku kanë humbur jetën njerëz, duhet më shumë kujdes. Dhe s'pak dhe ishin akuza të rënda, përmendi emrin e prokurorit. Dhe s'pak dolin në deklaratë zyrtare ku e përgënjeshtroi. Prap, ditën e djeshme doli një deklaratë tjetër, s'pak ku tha që Alfred Dedja nuk ka qenë pra te kompleksi Golden, nuk është i përfshirë, nuk është në hetim për rëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, nuk ka lidhje pra me këtë ngjarje, dhe ishte zoti Berisha që e hodhte informacion në rrjetet sociale, siç duket Ermal s'pak po bëhet aktiv ndaj reagimeve ndaj zotit Berisha. S'pak duhet bëj sa më shumë reagime për sqarimin e informacioneve të pavërteta dhe jo të konfirmuar. Jo vetëm për zotin Berisha, por edhe për gazetarët, edhe për ne gazetarët, për mediat, për gjithë, pasi dalin shumë informacione të pavërteta, për shumë ngjarje, abuzojnë shumë. Dhe kur abuzojnë s'pak të dalë të japin informacionin e vërtetë që edhe mediat të tërhiqen të jenë më serioze dhe t'i konfirmojnë lajmet para se t'i japin. Edhe në rastin konkret kemi vënë re që s'pak më shumë po i kthen përgjigje Berishës dhe kjo ka nisur që në momentin që Berisha doli nga arresti shtëpiak. Se më përpara nuk kemi parë ndonjë reagim kaq të shpejt nga prokuroria e posaçme lidhur me informacione të dala në media të pavërteta. Kemi parë shumë llojshmëri informacionesh të pavërteta në media dhe s'pak nuk ka reaguar kaq me zell. Dërsa për zotin Berisha, dy informacione të gabuara që hodhi, reagoi më njëherë. Madje më bërë përshtypje në reagimin e djeshëm, ishte edhe një në fund të fjalisë pak thonte që për arrestimin e Altin Hajrit, SPAK i ka dërguar disa herë kërkesë strukturave të policisë së shtetit për arrestimin e këtij të fundit. Pra, tregon që bashkëpunimi i SPAK me policinë e shtetit nuk është aty ku duhet. Nuk kishte pse ta shkruante të fjalinë në fund, pasi po fliste për reagimin ndaj zotit Berisha. Ndërsa në fund thot SPAK që i ka dërguar disa herë kërkesë strukturave të policisë së shtetit për arrestimin e Altin Hajrit, pra tregon që SPAK ka ende dyshime që Altin Hajri ka ende njerëz në polici dhe po jap informacione, pra një Jurgis Çurbja i dytë. Pra i qëndron brenda policisë. Policisë për të dhënë informacioneve grupeve kriminale, jo vetëm në rastin konkret, por në përgjithësi dhe këto të fundit nuk arrestohen dhe mendoj që kjo deklaratë ishte shumë domethënëse. Ky paragraf i fundit në reagimin e SPAK është shumë domethënëse edhe për policinë e shtetit. Kështu e lexoj unë. Nëse qëndrojmë në këto zhvillime, Igli, doja të qëndroja edhe pak mbi jo vetëm punën e SPAK-ut, por mendoni, Igli, se tash më duket qenë se ka një sër hetimesh, ka një sër emrash. Çfarë do të sjellë dhjetori dhe janari, qoftë për goditjet në politika apo emra të politikanëve të cilët jetojnë, apo dhe të goditjeve të grupeve kriminale? Mendoni se do ta shpresohet goditja e SPAK-ut ndaj tyre? Them një përgjigje shumë sinqert, nuk e di. Nuk e di sepse shumë gazetar, sa herë SPAK bën një operacion të rëndësishëm, pas 2 javësh do ketë një goditje të fuqishme, pas një javë do ketë goditje të fuqishme, mas këtë muaj do arrestohen personazhe të fuqishëm, ka e dimin e gazetarët. Këtë e di vetëm Altin Dumani, kreu i SPAK, dhe prokurorët që hetojnë çështjet. Dhe asnjë prokuror dhe vetë zoti Dumani nuk nxjerr asnjë informacion lidhur me arrestimet e personazheve të njohur të politikës shqiptare, zyrtarëve të lartë dhe të krimit. Të thjesht janë aludime të mediave, të kolegëve të mi, ndonjëherë gabojmë edhe ne, do të jemi sinqert dhe japim informacione që pritet një goditje e madhe javës që vjen, pritet një goditje, nga e dim. S'po hetoj unë çështjen. S'po bëjmë procedimin penal. Nga e di unë se çfarë provash ka SPAK-u, për shembull për një filan person, për Iglin apo për Ermalin, po e marr kot shembull. Nga ta di unë çfarë provash ka, deri në moment ka arritur SPAK-u që të kërkojë dhe mas sigurie për këtë person. Këti janë thjesht aludime. SPAK mund të arrestojë që sot. Mund të arrestojë një personazh në botës krimit, të politikës,
zyrtar të lartë, nesër 2 muaj nuk arreston fare, mbas 1 viti, mbas 3 muaj, varet nga hetimi, nga ecuria e hetimeve, varet nga provat që kanë, prandaj mendoj që këto informacione që një dhjetor SPAK do godas fuqishëm, do arrestojë shumë, janë thjesht praktikime për vëmendje në media, kush ta thot i pari, kush marrë më shumë vëmendje, kush marrë më shumë klikime, dhe vërtet është kjo që them, siç e mendoj dhe unë, nuk e di. Më i sinqert, nuk e di. Mund të arrestoj sot një personazh zyrtar të lartë botës krimit, të politikës, një personazh botës krimit. Mund të arrestoj pas 3 muajsh, pas 2 muajsh, atë se di. Nuk e di, unë nuk jam personi kompetent për ta thënë. Atë e din vetëm prokurori i çështjeve, që heton çështjet e caktuara dhe kreu i SPAK. Nuk ka shans, asnjë gazetar nuk ka shans ta them me bindje të plotë të marrë informacion nga kreu i SPAK apo nga prokuror se kur do arrestoj filan person apo të tjerë persona. Sa herë kanë dalë lajmet në media që ka masë sigurie për Erion Velia? Kanë dalë. Kemi 6 muaj, çdo muaj duke luajtur telebingo që do arrestohet Velia, do ketë masë sigurie për Velia dhe deri më sot kemi parë që s'ka. Është ende në hetim, e dim që është hetim. Se është marrë pyetje nga SPAK, po se kur do ketë masë siguria, apo se do ketë fare, atë nuk e dim ne, atë di prokuroria e posaçme. Ai mund ta ketë dhe nesër, dhe mbas i vitit mund mos ta ketë fare. Kto thjesht janë aludime nga informacione të pa konfirmuara zyrtarisht të pa vërteta që nxjerrim në momentin. Duhet ta lëm SPAK të punojë e qetë, mos i bëjmë presionin e gabuar, presion patjetër duhet nga ndaj prokurorisë së posaçme që të hetohet të gjithë zyrtarët, si Matas dhe Djatas, të përshpejtojë hetimet, të sigurojë prova dhe të çojë pas hekurve kush ka vjedhur dhe kush ka abuzuar me djersën shqiptarëve, për dhënia e informacioneve të pasakta, mendoj që pengon dhe punën e prokurorisë së posaçme, e cila disa herë edhe në informacionet për masa sigurie për personazhe të caktuar të politikës ka reaguar që s'ka masa të tilla raste. Prandaj mendoj që të vërtetën e din vetëm ato tek ajo ndërtesa e Qelç me Xhama që hetojnë zyrtarët më të lartë, që hetojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar në vend. Ne thjesht japim informacionin, pasi ato kryen hetime dhe më pas japin masat e sigurisë, arrestohen nga policia e shtetit. Atëherë kemi marrë vesh informacionin ne media, ne gazetarët dhe të gjithë qytetarët. Askush nuk e di. Nuk mendoj se rrjedh informacionin nga SPAK dhe nga drejtuesi SPAK, kjo është krejtësisht e vërtetë dhe të gjithë informacionet që nxjerrim në media që javës që vjen do ketë goditje, çdo fundjavë do ketë goditje, janë thjesht për klikime dhe aludime. Nuk e di, mund ndodhi sot, mund ndodhi nesër, mbas 1 muaj, 1 vit pushim, mbas 6 muaj. Ashtu siç ndodhi me Ilir Metën që ishim gjithë në kafe. Gjithë në kafe, asnjë nuk e dinte. Asnjëri nuk e dinte. Të gjithë në kafe ishim edhe diskutuam me njëri tjetrin pas. Igli, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e intervistës ditës. Faleminderit juve. Do doja të falenderoja se cilin për jush të dashur teleshikues që ndiqni Dritare Televizion, doja të falenderoja se cilin për jush të dashur teleshikues dhe miq që ndiqni intervistën e ditës me mua Ermal Peçin, që lini punët tuaja dhe komentoni, jepni mendimin tuaj nga çdo vend i diasporës, nga çdo vend i Shqipërisë, që e shpërndani nëpër miq tuaj. Subscribe Dritare Televizion dhe nga unë Ermal Peçi, mos u largoni, do të jemi përsëri me intervistën e ditës për të ndjekur zhvillimet edhe ngjarjet më të fundit. Mos u largoni, nga unë Ermal Peçi.